Mehmet Akif Ersoy, babai i të cilët ishte nga fshati Shushic, dikur pjesë e Pejës, sot komunës së Istogut, ishte autori i himnit kombëtar të Republikës së Turqisë. Mehmet Akif Ersoy lindi në Stamboll më 20 dhjetor 1873 në një nga familjet besimtare dhe intelektuale. Babi i tij ishte Tahir Efendiu, një myzderi i njohur në medresen e famshme Fatih të Stambollit. Tahiri kishte lindur në Shushic të Pejës. Më poshtë po ju sillim 6 fakte që ju si keni ditur rreth tij. Mehmet Akif Ersoy është marrë dhe me krijimtari letrare dhe artistike, duke lënë si trashëgimi një thestar të tërë, një pasuri që mund të ndahet në 2 kategori: veprat e shkruar në vargje ose veprat poetike dhe veprat e shkruar në prozë. Vitet e fundit të jetës së tij ai i kaloi në Egjipt. Kur ishte në Egjipt, ai merrte me mësimin e turqishtes tek të huajt, sikurse edhe sot institutet Gjuns Emre. Veprat e shkruar në vargje janë të përmbledhura me një emërim të përgjithshëm, Safat ose Fletët. Ndonse i lindur në Stamboll, Turqi, ai ka pohuar me krenari se është shqiptar. Mehmet Akif Ersoy në shumë shkrime përmend Shqipërinë, Kosovën, Prizrenin, Pejën dhe Gjakovën. Kur shëndeti i tij u përkeqësua, ai shkoi në Stamboll, ku më 27 dhjetor 1936 ndëroi jetë. Historia e himnit kombëtar turk. Në 1921 me kërkesën e ushtarakëve, Ministria e Kulturës u dha gazetave të datës 7 nëntor një njoftim ku bëhet e ditur se shpallet konkurs për Marshin e Pavarësisë dhe se përfituesin e tekstit dhe melodisë do të jepet një shpërblim prej 500 lirash. Në qendrën e konkursit u paraqitën mbi 700 tekstesh, por megjithatë komisioni vlerësues nuk pranoi asnjë poezi, sepse asnjëra prej tyre nuk plotësonte kriteret e kërkuara që të zgjonte ndikimet e dëshiruara. Atëherë Hamidullah Subhiu, që ishte ministër i kulturës, me gjithë komisionin vlerësues ju drejtuan Mehmet Akifit që të shkruaj poezinë. Mehmet Akif Ersoy ju përgjigj ministrit se poezinë do ta bënte, por se ai nuk shkruante përpara. Kur ministrive bashkëpunëtorët i premtuan se nuk do t'i jepnin shpërblim edhe nëse do të fitonte, ai me çdo kusht shkroi tekstin. Marshi i Pavarësisë, i shkruar nga Mehmet Akif, u lexua në Kuvendin e Madh të Kombit në Parlamentin turk më 1 mars 1921 dhe po më 21 mars 1921 u pranua dhe votua zyrtarisht.